Boksieri Anthony Joshua ka treguar klasë të madh duke mbajtur flamurin shqiptar pas triumfit ndaj Christian Prengës. Britaniku e nokautoi shqiptarin në raundin e dytë, pavarësisht se boksieri jon e nisi për mrekulli për ta rrëzuar pas vetëm 30 sekondave në raundin e parë. Megjithatë, me disa goditje të forta në raundin e dytë, Joshua si dha asnjë shans Prengës për të ngritur dhe vazhduar luftën. Sidoqoftë, menjëherë pas triumfit, Joshua kërkoi që ta festonte me flamurin shqiptar para tifozëve të tij. Ndërkohë, ai edhe përgëzoi Prengën për luftën e mirë, duke shtuar se do të ketë një të ardhme të mirë. E falenderoi Prengën për luftën e mirë, do të thotë shumë për Prengën dhe kampin e tij, do të thotë shumë për mua. Prenga është djalë i fortë, ka një të ardhme të ndritur, është i fortë dhe më ka dhënë një test të mirë, por këtë që bëra unë e bëjnë kampionët, u shpreh ai pas meçit. Joshua gjithashtu konfirmoi se meçi i radhës do të jetë i shumë pritur ndaj ish kampionit të botës së peshave të rënda, Tyson Fury. Anthony Joshua realizoi një rikthim dramatik dhe spektakolar në ring, duke mposhtur me knockout në raundin e dytë Christian Prengën në duelin kryesor të mbrëmjes në Jeddah të Arabisë Saudite. Ndeshja nisi në mënyrën më të papritur të mundshme. Vetëm pak sekonda pas gongut hapës, Prenga goditi Joshuan me një uppercut të fuqishëm, duke e rrëzuar britanikun në dysheme. Joshua u ngrit, por gjatë pjesës së mbetur të raundit, duke i paqëndrueshëm, madje u lëkund edhe në fund të raundit, duke krijuar përshtypjen se boksieri shqiptar kishte kontrollin e plotë të meçit. Ishte një nga fillimet më të vështira në karrierën e Joshuas dhe një moment që habiti publiku në arenë dhe komentatorët britanik. Megjithatë, në raundin e dytë, Joshua ndryshoi tërësisht ritmin e përballjes. Ai filloi të përdorte më mirë grushtin për të fituar distancën, ndërsa kombinimet me të djaftën filluan të gjenin objektivin. Ndërsa Prenga u tërhoq dhe humbi iniciativën që kishte ndërtuar në raundin e parë, Joshua fitoi besim me çdo goditje të pastër. Me rreth 40 sekonda të mbetura në raundin e dytë, Joshua shpërtheu me një seri goditjesh të fuqishme që e dërguan Prengën në tapet. Boksieri nga Mirdita nuk arriti të ngrihet brenda numërimit të gjyqtarit dhe ndeshja u ndërpre me fitore me knockout teknik për Anthony Joshua.